Po në cilën moshë e bë milioner? Sa kom fillu me një grunë. Po, atë qatëherë e bë. Si ta një gojsh grunë, je milioner, je i sukses, je gjithçka. Në Maltezi kam një resort për 14.000 metra katror, që është në Bregdetit, në Budva, edhe kam 2 soliterat në qendrën e Podgoricës, të cilat jam i pari në Maltezi që marr atë lartësi për 17 kur kam hyrë ndërtimtarisë, unë kam mendosur që aty veç mundesh me jetu, me hangër buk. Për fat mirë, unë i kam pas një kriter vetes, i kam thonë, o do t'jem mbret o hiq. Kur në jetën time nuk kam qenë punëtor diku. Edhe unë kam fillu me marrë me ndërtim me 2-3 punëtor, me nusën po kalonim dhe ishte një kompani, po në vënte një pallat. Edhe më thot nusja, tha, kur do t'ja fillojsh edhe ti me banesa? Ik bethash budall, se du t'me qu në rrafshin e Dugaxhinit e kena pas një Mahmut Lilën, ka qenë neuropsikiatër. Ik thosh të Mahmut Lila po du t'me qu ty, mos ma përmend ta, sepse më dokte shumë e madhe. Për çudi, mbrenda vitit, unë veç fillova një objekt për 10.000 metra katror. Unë, kur jam martu me nusën time, s'kam pas bashkur gjo. Gjithçka që kam pas veç ata. Gjithçka, as një sen nuk kom marr, as për i babes, as për i familjes, as kur gjo trashëgimi s'kom marr. I kom lanë dhe kam fillu jetën veç unë edhe ajo. Edhe ndihma Zotit mbi gjitha. Mos e duj askënd ma shumë se veten. Mos i beso askujt ma shumë se vetes. Sepse je i vetmi që nuk do të tradhtosh vetveten. A Gjarasim nuk na tregove të kojt e ki generalin. Kur kom qenë i ri, ka qenë ajo fjala me piu në Shadërvan, martohesh në Prizren. Edhe unë ti besu në bestytni, shkoja jo që pija uj, po është isha edhe kryt në Shadërvan. Dhe një me më doli ashtu. Ta plotësej do me thos Zotit dëshiren, edhe kë ka e vërtet ajo me piu. Jo më isha ti kërku fatin, po dëshirë. Edhe e gjeto, do me edhe më gjeti më nashta, se mura ja. E do me thonë e kitë Prizrenit. Po të Prizrenit është e Hasit, po... Atë jam shumë e gatua alo. Paj, jo që më kam mësu, po më ka specializu. Po, me pite, me bukë, me... Po, më riki me oklogit e kryt. Do të më mësu me zërë. O mësove do me thonë me gatua. Okej, na po vazhdojnë e qëto edhe tash po e preki pak edhe pjesën e biznesit. Ti e një biznesman shumë i suksesshëm. Faleminderit. Edhe qa mendojnë që tri të bojnë gabim në biznes që dështojnë? Kemi shumë biznesmen të ri dhe kemi shumë të ri që janë biznes suksesshëm. Po. Dhe mos t'i harrojmë edhe ata, dhe vërtet duhet t'ju japim një vëmendje dhe t'i kemi si shembull. Një pjesë e mirë që dështojnë biznes, mendojnë që duhet të pasurohen mbrana natës. Nuk as një biznes nuk mundet me të liferu të ardhura mbrana natës ose mbrana fatit shkurt. Pra në radhë parë duhet ta kesh durimin dhe t'i jepësh vetit objektiva. Kur i jep vetit objektiva, në shumë të në raste njerëzit pa marrë një shembull hipotetik. Nisemi për Prishtinë, dikush shkon ka Mitrovica, dikush ka Prizreni, dikush ka Klina. Të gjitha rritin Prishtinë, po dikush shkon ma gjatë, dikush ma shpejt, dikush ma ngadal. Po duhet kemi objektiva, në rast se ti s'ki objektiv dhe mendon që mbrenda natës ki më bo milioner, harro ato. A qëllimin që ti jesh milioner, po e tham me bindjen më të madhe, gjithë shka në sielet rreth kokës, veç duhet mi zgjatë dorën e mi marë. Po jo bashkë qështu. Po duhet punojmë se të gjithë bizneset janë profitabile, veç që duhet mi zgjedh ato të cilën ti dënë dhe të cilën ti kime konë i suksesshëm në objektivin që kime janë vetit. Për që i milioner e dim, po në cilën moshë e bë milioner? Sa kom fillu me një grunë. Po, atë qatëherë e bë. Qatëherë e bë. Një përgjigje shumë diplomatike madhe. Po, si ta një gojsh grunë, je milioner, je i suksesshëm, je gjithçka. Do me thosë se a ke nis me ngu grunë, qatëherë e bë milioner. Kështu shqipëu këshilloj ju e të rive, ndigoni një partnerin, sepse vërtet keni mi arrit objektivat e juve. 50, a qatëherë e ke nis me ngu grunë. Jo që tash, i kam 50. Do me thonë që tash ti e bë milioner. Që tash e bë milioner. Po trit që i kanë disa të ardhura, ku mendon që në ditët e sotme duhet me investu që ato? Për me pas sukses në biznes, në çfarë lloj biznesi? Po tash gjeneratat e reja dhe mendoj që ndoshta për neve pak të vjetrit është pak më pakapshme dhe jemi më pak të suksesshëm, është në teknologji ose inovacion. Mendoj që tani këtu ka i koha e
tip aktive, sepse ne ndoshta kena pas tash u shkoha dronëve dhe mendoj që këtu duhet rinia të fokusohet më shumë në teknologji dhe të përcjell kohën, po në asnjë mënyrë nuk duhet përjashtue natyralen, qoftë edhe bujqësia, qoftë edhe blegturia, pra asnjëherë mos ikin, po investimet më të mira ndoshta që tash ose të bashkohen grupe, sepse ti tham kooperativa është një term që ndoshta vjen prej të së kaluarës, po të formohen grupe dhe të bëhen partnere dhe edhe pse mos bëhen 2-3 vete dhe ta udhëheqin një kompani e cila do të jetë vërtet e suksesshme. Po investimi të jetë më shumë në kohë. E cili mendon që është gabimi më i madh që e bëjnë njerëzit në fushën e biznesit, për shkak se ki goxha përvojë edhe në biznes dhe shpenzimet e kota dhe pa kontroll. Unë e kam si humor, kur kam hyrë ndërtimtarisë, unë kam mendosur që aty veç mundesh me jetu, me hangër buk, sepse ndoshta ka njerë dhe nevoja na çon dikun që të punoj me atë. Nuk e kam njoftë këtë fushë. Fal Zotit, dola i suksesshëm me këtë. Dhe përveç humbjes kohës kot, e për mua koha kot është në qëndrimi i gjatë në për lokale, pa punë, ose pa takime vërtet nivelit të cilat duhet, edhe kocka. Edhe kazinat janë të mërshme. Okay. Edhe mos fokusimi në familje, edhe kjo, se ne kanë janë terminologjin i quj me hunë kohën mas gjanat kota, po thamë mas dashnore o mas të, dhe këtu du të me pas shumë kujdes një biznismen ose një biznismene e sukseshme. Ti do me thonë ja ke nisë punës tonë si punëtor i thjeshtë i ndërtimtarisë edhe sot? Të flas për ndërtimtarin, kur atëherë unë kam fillu. Shkanë qenë fillimet e tua, a ke menu në herë që kime arrit këtu ku je? Jo. Kur kam hyrë në ndërtim, kam hyrë përkohësisht. Dhe kam hyrë vetëm ta zgjidhi problemin e një kohe, derisa ta gjej një biznes dhe të fokusohuna në një biznes tjetër, po kam filluar për fat mirë, unë kam pas një kriter vetes, i kam thonë o do të jem mbret o hiq. Dhe kur në jetën time nuk kam qenë punëtor i dikujt. Edhe kjo ka qenë një kriter që i kam thonë vetes, ndoshta qenë fëmijëri, shumë herë kam qenë edhe i pa punë, po kam dashur me qenë, edhe unë kam filluar me marrë me ndërtim me 2-3 punëtor, po unë e kam pas ndoshta ma menaxher mjeshtrin, se sa unë, nuk e kam njoftë të fush, po kam qenë edhe punëtori tina. E kam pas një kremin, kur një jetë nuk e arrej, sa i ka pas 2 jam në herë e krem, herë e tem. Po. Edhe një markun që edhe sot e kësaj dites, markun e kam afër vetes dhe nuk e kam çu, u bën që 18 vite që ajo është te unë dhe nuk e nçoj, sepse ai më ka ndihmuar dhe më ka këshilluar në fushën e ndërtimit. Mirë po pe natyres, ja i vjedhi shpejt profesionet. Edhe unë fokusova se vinin inxhinierat, fillova më rrit dhe vinin inxhinierat, ktheni mrapa. Dhe mjeshtit ka njëherë janë matronë se ministrat. Dhe nëse një farzatësie, edhe unë shumë herë isha ai ekuilibri, ti veç vazhdo që shpo të thotë kjo, unë paguj sa problem. Dhe pastaj, përveç asaj që më këthen të inxhinieri mrapa, unë ja qitja edhe një kafe dhe pyetja pse statika duhet kështu, ai më jep këtë këshilla dhe unë e vjedhja atë këshilla dhe futja në xhep. Dhe nuk e përsëritja gabimin në objektin tjetër ose në saletën tjetër, ose ploqen që i themin në zhargonin tonë popullor, nuk e përsëritja, edhe pash që vërtet kapitalet, investimet fillon të rrit, edhe ata kam ndërtu shtëpia, ose villa, ndërtime më të vogla, sepse çdo gjë që del mbi tokë quhet ndërtimi i lartë, rrugët, kanalizimet dhe ato të cilat futen nën tokë, ato thirrën ndërtimi i ulët në terminologjinë e ndërtimtarisë. Ja keni domethënë me shtëpia të vogla, edhe me nusën po kalonim dhe ishte një kompani, po bënte një pallat. Edhe më thotë mu nusja, sepse unë nuk doja të kthehem më mrapa, ta lëmë atë biznes, sepse pash që vinte profitet mira, edhe më thotë nusja, tha, kur do t'ja fillojsh edhe ti me banesa? Ik bethash budallë, se du të më qu, ne në rrafshën e Dugaxhinit e kena pas një Mahmut Lilën, ka qenë neuropsikiatër. Ik të Mahmut Lila po du të më qu, ty mos ma përmend ta, sepse më do këtë shumë e madhe. Dhe për çudi, mbrenda vitit unë veç fillova një objekt për 10.000 metra o katror. Edhe kisha harru që kom bisedu me nusën, sepse ishin bisedat të kohës atë momentit, edhe kur erdhë po ishe objektin.
tha, po më thot të zemrat kujtohet, kur të kom thonë, kur du me marë palata, pishe që ja nisa me bo palate. Ik be thashtë tim ke shku të hoxha dikun. Se do me thonë nuk e ke besu që mundesh me shku qaq lart. Jo, për bes, jo. Jo, për bes, po jam shumë i sinqert, bashkë nuk e kom mendu që mundet. Po, thash, veç për kushtimi edhe dashnia të një mon nuk e kom qu dhe pres që edhe për një kohë, mos të ndërprej, kam edhe 2 objektiva të mija tjetës, kam në Maltezi, kam një objekt për 14.000, jo, një resort për 14.000 metra katror, që është në Bregdetit, në Budva, edhe kam 2 soliterat në qendrën e Podgoricës, të cilat jam i pari në Maltezi që marr atë lartësi për 17 katësh, dhe unë do të dorëzoj mandatin tim të pasardhësit e mi dhe le të vazhdojnë ata. Kur i kryu dhe këto 2 objekte, këto 2 projekte për mua është kulmi karrierës në ndërtim dhe do të kthehem pastaj të merrem me veten time dhe do të kthehem në fshatin e origjinës, do të kthehem në Bardhanis dhe atje do të jetoj. Përveç që je multimilioner, je dhe qysh me të referu do më thonë? Je shumë i thjesht edhe shumë modest, po kujt ja dedikon krejt edhe kujt i falenderohesh për krejt të suksese dhe arritjet tua? Në radhë parë i falenderohem Zotit, krijuesit tonë, në radhë parë, sepse pa ndihmën e tij, se gjithçka që kam pej tina, edhe i bashkëshortes. Gjithçka që kemi bashkë. Unë kur jam martu me nusën time, s'kam pas bashkë kur gjo. Bile kam dëgju dikun në një TikTok, kur i thënë të dashurës veç, gjithçka që të kam tyje. Edhe unë realisht gjithçka që kam pas veç ata. Dhe gjithçka as një send nuk kom marrë, as për i babes, as për i familjes, as kur gjo të rëshëgjimi s'kom marrë, i kom lanë dhe kam fillu jetën veç unë edhe ajo. Edhe ndihma Zotit mbi gjitha. Do me thë kejtë sukseset ja dedika normal familjes, po edhe nusën e ke pas për krasën numër 1, në gjithçka që ka këtë. Gjithçka që kam pas, edhe për krasë, edhe mos pajtuse, edhe kritikuse, edhe gjithçka kam pas ata. Po do me thonë, e kish shoqet jetës, edhe kejto e kanë bën një lidhje shumë të mirë që sot jo me qenë kaq të lumtur bashkë, po edhe kaq të suksesshëm. Paj, qa është suksesi për ty Basarasin? Suksesi është shumë dimensional, po nëse muj mi thjeshtu, suksesi është kur ti ndjesh dhe në pramje fleni qetë. Dhe nalesh analizon për 2-3 sekonda, sot i kom arrit ato që ka kom dashtë. Sot kom pas edhe kur ki një jetë qetë. Edhe kjo është një pjesë e suksesit. Pra suksesi më i madh është ti kur e gjen qetësinë, rahatin, ngrohtësinë në familje. Përmendoj ky është suksesi më i madh. Se edhe fëmijët, edhe kapitalin edhe këto tjerat, besoj që me harmoni familjare po ja rritë. Po qa mendon për njerëzit që sukses e shohin veç senet materiale? Ata janë materialista, neve kemi nevoj për lekun ose për materialin, po në radhë parë duhet jam unë. Ose në radhë parë duhet ta kemi vetën tonë, pjesën e familjes. Dhe kjo është në radhë parë. Të një material, patos mu i me jetu, po jo gjithçka materializmi. Edhe për fund, një këshill si biznismen për rinin që donë me investu, donë me kontribu në vendin. Çka i kishe sugjeru? Unë kisha me thonë para se rinis, kushdo që e përcjell këtë takim dhe këtë intervistë, në radhë parë për qytetarët tonë, sepse po më duket që po i ofendoj nëse i quaj mërgat ose po qytetarët tonë të cilët jetojnë jashtë kufinit Kosovës, që të vinë dhe të kthehen dhe të investojnë në vendin e vetë, sepse janë më të rëndët, ose guri rënd përshon në vend vetin, është më i miri, është më i forti, është më i suksesshmi, se realisht kemi mjaft, po është edhe një thonje që e mendimit tem, pa prosperitet politik nuk kemi prosperitet as ekonomik, as shkencor, as arsimor, as shëndetësor, po mbi të gjitha një moto që politikanë tonë, të cilët i kena zgjedhë janë tonë,
ne me votën tonë i kena prunë në qeverisë ose në parlament, që le të punojnë dhe të fokusohen për qytetarin, për ato të cilin e kanë marrë votën dhe të na japin. Rinis le të investojnë në të ardhmen e vetë, po le të përcjellin kohën. Shqyqyr, po thom 100 herë, sepse unë, kur kam dëgju për Australisë, kom gjetë as me harë të letrës nuk më isha me gjetë, sot ju generatat e reja, mrena sekonda hynin në Australi, në Amerikën e largët, në Indi, ose atje ku nuk mujmë me besa edhe me kalu me pasaporta, sot teknologjia na ka pruat mundësi që mujmë të hymë gati në çdo lagje të botës dhe të përqendrohen dhe të marrin informacionin e duhur dhe ta shfrytëzojnë atë informacion në investimin e tyre më të mirë. Kam edhe një pyetje të fundit, ku e sheh veten pas 5 viteve, 10 viteve, 8 viteve? Gradualisht kam fillu të investoj në fëmijë dhe në pasardhësit e mi, dhe gradualisht po jem duke fillu dhe duke ja dhënë përgjegjësitë në biznes. Thash, i kam edhe 2 projekte të cilat duhet i përfundoj. I kam dhënë objektiva vetes 8 vite. Një mik i imi më kaftua, hajde tani të merresh me politikën, më thonë jo. Unë pas 8 vite do të jem ligjdhënës, do të mundona që të jem ligjdhënës, do të jem deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe pas atij mandatit i kthehem fshatit dhe do të jem një qytetar i cili do ta bëj një investim atje në fshat. Jam duke veç bë përgatitjet, të cilin do të prap fokusi jam do të jetë te fëmijët dhe te ardhmet. Do të mundona ta luftoj pasivitetin tek fëmijët, sepse sot prindrit e ri, nënat e reja, po mundohen me ndajt gati shumë fëmijëve, pra kam një program që do të jetë Lasdrohu pa kufi dhe një program tjetër që do të jetë në formë komput banë vetë. Dhe do të mundohem të aftësojmë fëmijë që edhe mëngjesin, edhe drekën, edhe darkën, të përgatitin vetë, edhe të lajnë, pra do të jenë në mbikëqyrje, po gjithçka kanë me bë vetë. Do me thonë një prej ëndrave tua është edhe më bë pjesë edhe e Parlamentit të Kosovës. Shpresoj. Pse? Se më lindi edhe që kjo pyetje dhe... Sepse du t'jem zëri i rinis, du t'jem zëri i fëmijëve, e gjithë fokusimi jam do t'jetë në 3 shtresa. Ata të cilët na dhanë lirinë dhe dhanë gjithçka për lirinë, ky do të jem advokati i tyre, edhe i veteranëve, edhe ky është në radhë parë. E dyta do të jem në rini dhe e treta në pensionistët, sepse pres dalë në pension. Të janë 3 fushat që unë do ta kam një fokus të veçantë në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe do të mundohem që këto ligje të jenë më të përkryera dhe më të përshtatshme dhe më të avancuara për çdo 3 shtresa. Okej, për fund e kam edhe një pyetje tjetër. Çfarë këshille i kishe dhënë atyre që s'besojnë vete, edhe që friksohen me nis diçka? Ti e tha shumë mirë, nuk unë pas kur gjo, edhe sot fatmirësisht ke bërë gjithçka. Çfarë këshille? Të gjithëve. Mos e duaj askënd më shumë se veten. Mos i beso askujt më shumë se vetes, sepse je i vetmi që nuk do të tradhtosh vetveten. Këtë tjerë mundesh me i tradhtu, mundesh me të dëshpëru, por duje dhe respektoje veten dhe besoj gjithçka në veten, sepse ti je ai, veç i vetë ke mbyll. Sepse ti je ai që mundesh me dalë, me shpërthy dhe me gjetë rrugën më të mirë në ti e gjon. Edhe unë si mik mund t'jap ndonjë këshill, po dujeni veten, mos e tradhtojeni veten. Krejt tjerët mundet më t'u fal, nëse e tradhton veten dhe nuk i beson vetes, kujt do më beson. Axha Rasim, ka shumë derë dhe kënaqësi me bë këtë bisedë bashkë. Edhe faleminderit shumë për pritjen. Kënaqësia ishte imja, ju uroj suksese dhe në veçanti juve gjeneratës së re, vazhdojeni sepse ju jeni pasqyra jote. Faleminderit shumë.